Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesi special i BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar ka reaguar pas nxjerrjes së rezolutës nga Kuvendi i Kosovës në lidhje me mandatin e EULEX-it. Përmes një deklarate Zhbogar ka paralajmëruar institucionet e Kosovës për raportet që ka vendi me Bashkimin Evropian. Shtetet anëtare të BE-s janë përgjigjur kërkesës së Kosovës për asistencë dhe janë pajtuar që të ofrojnë një mision të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit, për ndihmuar ndërtimin dhe fuqizimin e sundimit të ligjit, për të mbështetur një demokraci funksionale dhe për të ndihmuar Kosovës në proceset e saj europiane. Me partneritetet së bashku ne kemi shtruar një rrugë të gjatë, theksohet në deklaratën e Zhbogar. Për përfaqësuesin special të BE-s në Kosovë, EULEX ka një mandat nga Kuvendi i Kosovës, ndërsa ka rikujtuar dhe marrëveshjen me BE-n. Një ditë më parë, Kuvendi i Kosovës miratoi një rezolutë në lidhje me hetimin dhe gjykimin e krimeve të luftës, rolin e EULEX-it, qeverisë së Kosovës dhe periudhën e tranzicionit. Rezoluta nxjerr disa rekomandime, sipas të cilave qeveria e Kosovës autorizohet të përgatisë planin e vet deri më 1 shtator për të marrë përgjegjësitë nga misioni EULEX. Nga qershori i vitit 2014, kur këtij misioni sipas vendimit të fundit të BE-s i skadon mandati. Ndonse Bashkimi Evropian e ka lënë të hapur mundësinë që misioni EULEX-it të vazhdohet mandati edhe pas vitit 2014, rezoluta e Kuvendit të Kosovës parasheh fundin e mandatit të tij, pas pakënaqësive të shumta me rolin që ky mision përlua në trajtimin e hetimit dhe gjykimin e rasteve të cilësuara si krime lufte.